Departamenti Amerikan e Shtetit ka rikonfirmuar qëndrimin e qartë të tyre mbi pozicionimin rreth vendimit për pezullimin e dialogut strategjik. Në një deklaratë, Dasht thotë se shqetësimet mbi pasojat e veprimeve të qeverisë kujdestare të Kosovës ja kanë përcjellur edhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ne ja kemi shprehur shqetësimet tona drejt për drejt kryeministrit dhe e kemi bërë shëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara plotësisht të qartë. Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithmonë një mik i ngushtë i popullit të Kosovës dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj partneritetit tonë. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara i nxisin partnerët tanë të punojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar stabilitet dhe siguri, tha zëdhënësi Dashit për Nacionale. Ne duam të ecim përpara me qeverinë kujdestare, por na duhet një partner që e kupton nevojën për të shmangur veprime destabilizuese dhe është i përkushtuar për të çuar përpara stabilitetin rajonal dhe për të mbrojtur të drejtën e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ne do të vazhdojmë të bëjmë vlerësime për veprimet e qeverisë kujdestare. Nuk kemi asgjë tjetër për të njoftuar në këtë pikë, shtojnë ndër të tjera zëdhënësi Dashit. Familja e Haki Imerit ka reaguar shpërndaj Joshim Thaqit, duke dhënë dritë mbi mënyrën se si ai për 2 dekada ka krijuar një histori të sajuar për të mbuluar të vërtetën. Sipas familjes, Thaçi ka përdorur tituj të rem si drejtori i drejtorisë politike dhe ka shkruar komunikata që kanë çuar në prit dhe viktimizim të 10 detarëve mbi të cilët ndërtoi karrierën e tij politike. Familja Imerit denoncon pagesat e avokatëve luksoz, sajën e dëshmitarëve, si dhe botimin e librave biografik me parathënie të porositur për të ndërtuar një imazh të pasakt të Thaqit, por sipas familjes, as këto skema nuk do të kishpëtojnë Thaqin. Në vijim postimi i plot, miq, për 20 vite Hashim Thaçi ushqiu publikun me tregime të fabrikuara. Ai thoshte se ishte drejtori i drejtorisë politike dhe shkruante komunikata që quan në prit 10 detar mbi trupat e tyre, ndërtoi ngjitjen politike të tij. Më pas, si kryeministër i qeverisë së përkohshme, themeloi shikun famkeq me Kadri Veselin, të cilit tash e sa kohë po ja hedh fajin. Në hang dolën dokumente që tregonin se drejtori i komunikimit ishte edhe komandanti i përgjithshëm i OÇK-s. Ai që dikur thoshte historia nuk rishkruhet, sot përpiqet ta rishkruajë vet. Paguan avokat luksoz. Sajon dëshmitar blen libra biografik me parathënie të porositur e servile. Madje edhe ish prokurorin anglez Jeffrey e pagoi me paratë e taksa paguesve për të shtuar një grim kontributi në biografinë e tij. Por as po ta ndot, duke angarkuar barra shokëve, a mund të zbardhet një jetë mbështetur mbi gjak me miliona euro e do shkrime luksoze? Vështirë. Edhe dëshmitarët e blerë të rem po dëshmojnë në gjyqin e Hagës, asnjë skenari i trilluar nuk e fshin dëshkuarën. Historia është udhkryq i hekut për gjarprin e asaj kohe dhe për kreun e NPK-s tani. I pandegur e di këtë. Shpëtimin e kërkon duke shpërndar fajin mes shtabeve e zonave, por plani do të dështojë gjarpër. Historia nuk shlyhet me laps të rem, drejtësia nuk njeh faj kolektiv. Ajo po dëshmon edhe po propon fajin tënd, sa do dëshmitarët e sajuar e biografitës të lisura të ketë. Udhëtimi i tij ka arritur në udhkryq, drejtësia nuk e lë të kalojë, gjarpëri ka mbetur i çakorduar, nuk bin më askënd, sepse historia shkruhet me fakte dhe ndonjëherë po, edhe rishkruhet.